paktën nuk është dëshmu me kohë që ndonjë koalicion i ka kushtu në vota apo në votus LDK-s. LDK-ja që i ka pas 2 ramjet e mbaje, kur i ka pas qarjet e mbrendshme, atëherë me LDD-n, tash me guxën. Pra këto dyja i kanë kushtu atë copën e madhe të votave që ja ka up LDK-s. Pra problemi gjithmonë ka qenë nga brenda, kur kemi pas 2 grupacione, kundërshtare dhe kanë luftu për pushtet në brenda llojit. Edhe kur s'ka mujt njëni grup me marë pushtetin është largu. Edhe me atë largim i ka marrë edhe një pjesë votuesve. Deri tash koalicione s'di që i kanë kushtu, përkundrazi LDK-ja ka mirëmbajt elektoratin me koalicione zgjedhore. Se edhe në koalicion kur pati me VV, nuk është që i ka kushtu fakti që ka hinë koalicion, përkundrazi votues të LDK se patën pritë shumë mirë atë fakt, po i kushtoj fakti që u largu Vjosa Osmani me grupin e vetë prej LDK-s dhe ja morën një copë shumë të madhe. Sa i përket të dorëheqja. Arta ja tha një fjalë të mirë, është një momentum politik, që qarta zi, momentumi shkon në favor të Albin Kurtit. Edhe kjo është pa dyshim. Edhe jo vetëm Kosovë, mirë po në përgjithësi edhe rrethonat gjeopolitike të sodit, janë duke kërku lider edhe në vende me demokraci shumë atë konsolidume se në Kosovë dhe kemi pa edhe në për Evropë. Pra Trumpi po e lunë rolin e liderit klasik. Nuk po e lunë rolin e menaxherit si që pretendojshin shumica e politikologëve që ka orë koha e menaxherëve. Koha e menaxherëve po shkon me këtë woke culture që i thoshin, kulturën e majtizmit apo liberalizmit, ultraliberalizmit, nëse mundën me i thonë. Pra edhe kjo kohë po e favorizon Albin Kurtin. Se ta është dorëheqja e Albin Kurtit, sa do ndikoj në rritjen dorëheqja e Lumir Abdigjikut, sa do ndikoj në rritjen e elektoratit LDK-s, është pyetje shumë e madhe. Mirë po, nëse shkohet zëvendësohet Lumir Abdigjiku me njënin prej figurave tradicionale që janë brenda strukturave sot në kryesit LDK-s, nuk shoh asnjë mundësi, paktën në mendimin tim, nuk shoh mundësi që LDK-ja do ketë rritje në vota apo në votues. Ku është shpëtimi i LDK-s pra atë apo i vjen që çështo me ç't interpretim apo i vjen që shpëtimi i LDK-s është bashkëpunimi me Albin Kurtin. Shpëtimi i LDK-s është një proces më i ngadalt, më i mirë menduar prej bazës e nalt. Edhe në këtë proces, LDK-s i vlyn me bleku. Mundësia vetë me LDK-s, me fituat kohë, është me bashkëpunu me Albin Kurtin. Sepse të zgjedhja e presidentit, Albin Kurti i ka 2 karta shumë të forta. Nëse shkon me Vjosa Osmanin, që të paktën ende nuk ka indicje të qarta që do shkoj me Vjosa Osmanin si kandidate për presidente, se po shihet që nuk ka të paktën ndonjë indicje që qarta zi na lën me kuptu këto. Për kundrazi janë disa lëvizje që ndoshta po lënë ma shumë po dhanë indicje që mund të jetë dikush tjetër, jo Vjosa Osmani. Po nëse shkon me një kandidat tjetër, mundet me vendosë pozitë jashtëzakonisht keqe PDK-n, edhe me dëmtu PDK-n nëse PDK-ja nuk e voton kandidatin fjalë, apo nëse shkon me Vjosa Osmanin e prapë vendosë pozitë shumë të keqe LDK-n, edhe nxjerrë gjithçysh njënën. Pra Kurti e ka win-win. Lose-lose e kanë të dyja. Pra që këto